Episodi numër 6, tetor 2025, solli një kombinim të tensioneve të mëparshme dhe momente të papritura të ndryshme dinamika në studio. Në emisionin përputhen, pasi marrëdhëniet e disa konkurrentëve u tensionuan gjatë javës, kjo mbrëmje shërbeu si një moment reflektimi dhe një moment qartësimi emocional. Në qendër të vëmendjes ishte Aleksandra, e cila ishte në një fokus të debatit mes Habit dhe Heliusit. Ndërsa Habi kërkonte sinqeritet dhe qartësi për ndjenjat e saj, Helius tentoi të tregojë për kushtimin e tij duke theksuar qëndrueshmërinë dhe interesin e vërtet. Dialogu i tyre përpoq me kujdes nga të gjithë konkurrentët dhe publikun, pasi tensioni midis tyre mbajti studion në një atmosferë të ngarkuar emocionalisht. Një moment i veçantë ishte edhe takimi romantik midis Gentianit dhe Erisës, i cili solli një frym më të butë në studio. Ato patën mundësi të ndanin ndjenjat dhe pritshmëritë e tyre duke treguar një komunikim. Ky takim u vlerësua si një nga momentet më të ngrohta të episodit, duke treguar se pavarësisht tensioneve të tjera, disa marrëdhënie po zhvillohen në bazë të sinqeritetit dhe respektit dhe ndjeshmërie. Në të njëjtën kohë, Ada dhe Klevisi patën një debat të vogël ku diskutuan mbi shkeljet, sjelljet dhe strategjitë e konkurrentëve të tjerë. Moderatori ndërhyi disa herë për të qetësuar situatën, për të rikthyer bisedën në binar më konstruktiv, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe komunikimit të hapur. Një tjetër pjesë interesante ishte pjesa e reflektimit të grupit, ku të gjithë konkurrentët ndanë mendimet dhe ndjenjat e tyre për ngjarjet e javës. Ky moment kontriboi në krijimin e një atmosfere më të balancuar dhe ndihmoi për të kuptuar disa konflikte mund të zgjidhen përmes komunikimit të sinqert. Përputhja vazhdon të jetë një platformë ku emocionet, ndjenjat dhe strategjitë personale përplasen me publikun si dëshmitar i drejtë për drejtë. Ky episod la shikuesit me ndjenja të përziera nga kurreshja dhe emocioni dhe tek reflektimi mbi marrëdhëniet, duke bërë programin më të ndjekur dhe më të diskutuar të javës.